Fotografi i njohur Ardian Fejzollari së shpejti vjen me një album fotografik dedikuar zonës së Prespës. Ai shprehet se në fund të qershorit albumi do të jetë gati. Për Fejzollarin, Prespa është një vend shumë i bukur dhe pamja që të ofrohet është maknitse. Për sa i përket fotove, ajo është një punë disa mujore. Imazhet që ka Prespa i lut dhe i ofroj të gjithë ata që udhëtojnë për ta vizituar Prespën. Do gjejnë kulinari të shkëlqyer, do ketë mundësira për të bërë hiking, për të vozitur me kaja, qoftë edhe për sa i përket trashëgimisë kulturore. Dihet që Prespa mbahet për një nga vendet me shpellat eremite të shekullit të 13-14, të cilat janë jashtëzakonisht të vizituara, plus edhe ishulli Maligradit, i cili është një atraksion më vete. I pyetur se pse ka zgjedhur Prespën, Fejzollari shprehet se është një zonë e bukur ku duhet të tregohet flora dhe fauna që ajo mbart. Nuk ka gjë më të bukur që ti përballesh me pelikanin kaçurel. Dihet shumë mirë që një nga folezimet më të mëdha në botë, pavarësisht se është në Prespën greke, që është në kufi me Prespën e vogël, unë them që ja vlen për t'i parë nga afër, për të parë faunën, florën e gjithë atyre specieve të cilët popullojnë ishullin apo qoftë edhe liçenin e Prespës. Ky album përfshin 100 fotografi të parkut kombëtar të Prespës.